Hoxha, fjala është për tyje, bëjnë hoxha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Falënderimi, lavdrimi qoftë për Allah subhanahu wa ta'ala. Salavatet, selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Pra, sonte me lehen e Allahut azza wa jall, do të ndalemi te një temë e cila ka të bëjë me shenjat e qarta se Allahu të don. Pra, dashuria e njerëzve ndryshon, zbehet dhe shpesh ka interesa. Por çfarë do të thot kur Allahu subhanahu wa ta'ala të do ty? Kjo është një fitore e madhe që një njeri mund të arrijë në këtë jetë dhe në jetën tjetër apo në botën tjetër. Fillojmë me një pyetje. Jo sa ti e do Allahun subhanahu wa ta'ala, ti mundesh me thonë valla unë e du Allahun, mirë po, ti dosh me na dhënë neve shenja se një njeri kur e don dikon, ai me siguri don me pasu ato. Ne nëse i pyesim njerëzit, shumica 80-90%, ndoshta edhe 99% kanë me thonë na e dojmë Allahun. Mirë po kur të pyesish sa punosh ti me atë që Allah subhanahu wa ta'ala ka kërku nga ne, atëherë pikpyetje. Mundet më qenë 5%, 10%, 20%, 2%, 1%, 0%. Pse? Nuk o puna veç me thonë me gojë. Unë e du Allahun. Jo, ti nëse do Allahun, ti dosh me ndjek rrugën që na ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala. Duhet me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mas pejgamberit rrugën që e ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, jo sa e do ti Allahun, por a të do Allahu ty? A do Allahu azza wa jall ty? Si ta dallojmë këtë? E para është ndjekja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ti vlla e gjen veten duke dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke u munduar të falësh si ai, të sidhesh si ai dhe të jetosh si ai, kjo është shenja e parë që Allahu të do ty. Nëse ti e ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mundohesh me fal namazin ashtu sikur që ka fal ai, jo shkele shko. Mundohesh me pas jedhjet e mira, jo vetëm me fol. Nuk po dojmë vlesër vetëm me fol, vallahi nuk o qëllimi vetëm me fol. Mirë po praktik. Nëse një njeri qohët edhe të shan ty, nëse një njeri qohët edhe të ofendon ty, a jenë gjendja ti mja fal për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aja fali ati njeriut kur e kapi për gjybe dhe e ngrej. Tha i'del ja Muhammed, tha gjyko me drejtësi o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tha mirë për ty nëse unë nuk gjykoj me drejtësi. A mos e madhkoj pejgamberi alayhis salam, a mos i ra shuplak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, mirë po e këshilloj me fjalë të mira. Pra, a je ti ai person i cili e ndjek, po e ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rrugën e pejgamberit alayhis salam, a je ti ai që mundohesh me praktikuar ashtu çish ka bo pejgamberi alayhis salam? Nëse ti e ndjek, kjo është shenja e parë që pejgamberi Allahu të do ty. Allah subhanahu wa ta'ala e ka kushzuar dashurinë e tij me ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala në suratu Ale Imran, ajeti 31 thot: Thuaj,
nëse doni Allahun, kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni, thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu t'ju doj dhe t'ju fal gjunahet tuaja. Pra, nëse don që Allahu subhanahu wa ta'ala me dash ty, duhet të me ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, vëllezër besimtar, Allahu nuk pranon pretendimet dashurie pa vepra. Kjo është gënjeshtër. Nëse ti thune pe du Allahun edhe lu vendin, edhe thu fjalë miradije, fjalë më të mira që ekzistojnë, kjo është dashuri e rreme. Rreme është kjo. Dashuri e vërtet është me vepra. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e pranon këtë lloj dashurie. Ti mundesh me thonë deri në ditën e gjykimit se unë e du Allahun, po nëse ti nuk e fal namazin, qysh e don ti Allahun? Nëse ti nuk i largosh harami, qysh e don ti Allahun subhanahu wa ta'ala? Nëse ti nuk e ndjek pejgamberin alayhis salam, qysh e don ti Allahun subhanahu wa ta'ala? Nëse ti tadhesh me misvakun e pejgamberit alayhis salam, edhe thu, sot jemi në shekullin e 21, mu marr me misfaka, e me mjekër, e me ato, e me këto, do me thonë se ti nuk po e dush Allahun subhanahu wa ta'ala. Ti po e mashtron veten tonë. Edhe ditën e gjykimit do ta shohim. Elhamdulillah që është dita e gjykimit. Kanë me dalë në shesh krejt. Kush e ka dasht Allahun, kush e ka dasht pejgamberin alayhis salam, edhe kush ka gënjy. Allah subhanahu wa ta'ala ka me na qit neve krejt në shesh. Për këtë arsye, ma mirë është që ti me thonë, valla, unë jam mëkatar, unë nuk po muj me ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salam, mirë po e du Allahun pejgamberin alayhis salam, edhe mundona me shku në rrugën e ti atë sa të muna. Mirë po nëse ti qohësh edhe bëj tallësh me to, Zoti na ruaj del edhe prej fesë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra, Allahu nuk pranon pretendim dashurie pa vepra. Nëse të është lehtësuar praktika e sunetit, praktikimi i sunetit, gëzohu vllai i dashur, sepse është shenjë e dashurisë. Se Allah subhanahu wa ta'ala të don. Shenja e dytë, lehtësimi i veprave të mira dhe ruajtja nga gjunahet. Kur Allah subhanahu wa ta'ala e don një rob, ai bëhet mbrojtës i shqisave të tij. Nuk e lën robin e tij me bë harame, e run prej haramit. Nëse dush me bën haram, Allahu subhanahu wa ta'ala ka me ta qit një blokad, ka me ta ndalu ty, do me thonë që ti mos me mujt me shku atje në atë haram, mos me e boti atë haram, ta ndalë Allahu subhanahu wa ta'ala, kur donë Allahu subhanahu wa ta'ala ty. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala i a bën të dashur rrugën e xhamis, e don xhamin, mundohet prej namazit namaz, bën plane ku ka me fal akshamin, ku ka me fal yacin, ku ka me fal sabahun, ku ka me fal drekën, ku ka me fal ikindin, ku ka me fal yacin. Çdo herë do me thënë e ka zemrën e lidhur me xhamin, e bën të dashur Kur'anin, e don Kur'anin. Jo valla unë e du Allahun kur ta sheh asnjë ditë, asnjë mrena 365 ditëve, asnjë faqe të Kur'anit nuk e ka të lexuar. Pretendimi rrem. Duhet me bë çdo ditë diçka me lexu nga fjala Allah subhanahu wa ta'ala, sepse Kur'ani është ilaç. Ilaç i shpirtit, ilaç për çdo sen është Kur'ani. Për këtë arsye nuk guxon dita besimtarit mi kalu pa lexu diçka nga fjala Allahut azza wa jall. Nëse din me lexu Kur'an mirë, atëherë me bën një gjuz në ditë me lexu. Ky do të më kon programi jot vlla jemi dashur. E kjo është argument se ti e don Allahun dhe ti nuk mundesh munda prej Allahut. Pra prej fjales së Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, bamirësin, më mundu me qenë bamirës. Bamirësia nuk është të me ndihmu dikujt me të holla.
Jo, unë është me ndihmu edhe kështu punë fizike. Mi me bajt i kuj drute, mi me bajt i kuj midhin e sene, shka për di shka me ndihmu. Me kam bamirës, me shku me ndihmu në gjami, pe bon dikush një shtëpi, me ndihmu dha. Me mësu dikon, me mësu matematikën, me mësu leximin e Kur'anit, me mësu gjuhën shqipe, me mësu gramatikën, me mësu diçka dhe me dhënë ti, bukon bamirës. A nëse ki mundësi edhe me të holla me shku me ndihmu dikujt e me majt në familje edhe ma mirë. Mirë po, nëse nuk ke mundësi, atëherë do me thënë mu mundu me bo mirë. Edhe ja bon Allah subhanahu wa ta'ala të uryer haramin. Haramin nuk e don hiç. Ku e ndëgjon haram, a i largohet, mundohet mu largu prej asaj. Pse? Se jo që shteti ta ka ndalu, jo që baba e ka ndalu, apo nana, apo daja, apo dikush. Mirë po unë e kom parim, Allahu ma ka ndalu, ti edhe me ma leju. Se ka ndo vende për shembull zinon ta lejojnë. Zinon ta lejojnë, thot valla, dëshira jam, unë kom qef, edhe jemi, ti pe pëlqen, unë pe pëlqen, jemi, do me thënë nuk ka me dhunë. Mirë po, Zoti po ta ndalon. Zoti ka thënë, wala taqrabu zina, mos i afro zinas. Për këtë arsye besimtari i largohet haramit. Kur e ndëgjon se është haram, nuk diskuton ma a bon a nuk bon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëzë na transmeton një hadith qudsi ku thot nga Allahu subhanahu wa ta'ala, thot dhe robi im vazhdon të më afrohet me vepra vullnetare, do me thënë nafile, derisa unë ta dua atë, e kur ta dua, unë bëhem dëgjimi i ti, me të cilën dëgjon, shikimi i ti, me të cilën shikon, dora e ti, me të cilën godet, dhe këmbë e ti, me të cilën ecë. Pra, kur bëhet Allah subhanahu wa ta'ala dëgjimi i ti, do me thënë nuk dëgjon haram, nuk shikon haram, nuk prek me dorën e ti haram, as me kam nuk shkon haram, mirë po mundohet me bo vepra të mira. Kjo do të thot se Allah subhanahu wa ta'ala të mbron nga dëgjimi i harami, shikimi i harami dhe të ozon vetëm në punë që Allah subhanahu wa ta'ala i pëlqen. Shenja e katërt është sprova dhe durimi. Shumë njerëz mendojnë se nëse Allah subhanahu wa ta'ala i sprovon me sëmundje, varfri apo mërzitje, ai i uren. Jo, nuk është kështu. Kur'ani dhe Sunneti nuk thot kështu. Kur'ani dhe tradita, Sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk thënë kështu. Ku sprovat janë ilaç, pastrues që Allah subhanahu wa ta'ala u jep atyre që i do më së shumti. Në shumire dim, profetët, pejgamberët e Allahut subhanahu wa ta'ala kanë pas prova më të mëdha, më të shumta kanë pas. Për këtë arsye, ata kanë qenë njerëz më të dashurit Allahut. Edhe ti o vëlla musliman, nëse ti sprovohesh, mos mendo se ty Allahu subhanahu wa ta'ala nuk po të don. Wallahi, ndoshta Allahu subhanahu wa ta'ala don mas shumë ti ty. Pse? Se Allahu kur e don një person, Allahu e sprovon. Për këtë arsye, ktheju historisë islame, ktheju historisë profetëve, pejgamberëve të Allahut. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë qenë të sprovuar. Ejubi a.s. ka qenë i sprovuar me vite të tëra. Me vite të tëra. Musa a.s. Jusufi a.s. Ibrahimi a.s. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjitha llojet e sprova i ka pasur, valla jemi dashur. Mirë po ka qenë Habibullah, i dashur i Allahut. Po ashtu edhe sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam. Edhe ata kanë qenë të sprovuar. Në fe,
Mirë po mos të bohemi ne tash me thënë valla unë shumë sprova kom. Kur tash ai u ras në për disko të punu, për shka po luj vllai jemi dashur ti disko me punu. Ti namazli, ti me mjekër, ti që ja ke frikën Allahut Azza wa Jall, ti ki hin midis djarit. Çka po lyp ti aty me punu? E ma s'kom tjetër punë. Mundohu me qëtë një punë tjetër, urna. O, ma ban Allah, Hoxha. Moderator, mos e hekni një person këtu, ka thonë pse ti s'provon. Lene që të personin e të ndëgjoj e Hoxha deri në fund, ta ne e kupton. Mos e hekni. Po, Hoxha, ma ban Allah, vazhdo tash. E ti si besimtari Allahut, në atë vend çka po lyp? Ti vet po hish në zjarm, ti vet po hish në sprov. E Zoti Allahu subhanahu wa ta'ala po thot: "Wala taqrabu zina", mos ju afro imoralitetit. Çdo rrugë që të çon zina, ajo është e ndaluar. E nëse vin sprovat për shembull ti pirruash haramit, mirë po ato po të vinë, kjo është shenjë e dashurisë. Kjo është shenjë se Allahu po don ty, po të sprovon. Mirë po nëse ti vet me kom të tua hish, vallai ty po të kruhet. Ty po të kruhet e po dush me gjithë taksiratin. Tani valla unë e devijova, jo, devijon kështu. Vallahi jam i bindur edhe një hoxh, edhe një hafëz mu kon, ka me deviju kështu. Pse? Se ti vet pe lypish belan. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë vëllezër? Me të vërtet, madhështia e shpërblimit shkon bashkë me madhështinë e sprovës. Dhe kur Allahu e don një popull, ai sprovon ata. Do me thonë, sa është sprova e madhe, aq është edhe shpërblimi i madh. Edhe mos u tuti, vllai jemi dashur, se kërkushtin zjarr nuk ka me gjujt si kur që ka gjujt Ibrahimin a.s. Mos u tu vllai jemi dashur, se kërkushtin bus nuk ka me gjujt si kur që ka gjujt Jusufin a.s. Mos u tu të vllai jemi dashur, se kërkushtin nuk ka me të myt, sigur që kanë myt Jahjen edhe Zekerien që ja kanë prej kokën. Mirë po ti qëndro në rrugën e Allahut Azza wa Jall, falenderoje Allahun subhanahu wa ta'ala dhe qëndro. Mirë po jo kur të vinë sprovat e vogla me thënë valla unë u shkatrova sprovat po më vinë. Jo. Ato sprovat vinë për me të pastru. Sprovat vinë si ilaç. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ati që Allahu ja dëshiron të mirën, i ja pakson diçka nga dynjaja. Sprova vëllezër nuk është shenjë dënimi, nuk është Allah subhanahu wa taala po dënon, por është shenjë gradimi dhe pastrimi nga mëkatet. Allahu me anë të sprovës të gradon, të ngrit gradën, edhe të pastron nga mëkatet. Pra, mundohu të jesh i fort në momentet e sprovës. Shenja e katërt, pranimi i tij tek njerëzit e mirë. Nëse njerëzit e devotshëm, besimtarët e sinqert të duan dhe flasin fjalë të mira për ty. Pra besimtarët e sinqert, ata që ja kanë frikën Allahut, të duan dhe flasin fjalë të mira për ty. Kjo nuk është rastësisht. Rastësisht nuk është kjo, valla, ndodhi kjo befas. Jo, është një dekret që ka zbritur nga Allah subhanahu wa ta'ala, nga qielli. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër thot: kur Allah subhanahu wa ta'ala e don një rob, ai thërret Gjibrilin alayhis salam dhe i thot: unë dua filanin, prandaj duaje edhe ti. Pra, pasi që të donë Allah subhanahu wa ta'ala, ka me dasht edhe Gjibrili alayhis salam. Kush o Gjibrili alayhis salam? La ilaha illallah. Me dasht Gjibrili alayhis salam, meleku që ka zbrit shpadhjen, meleku që i ka zbrit, që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka zbrit Kur'anin.
thot unë e dua filanin, prandaj duaj edhe ti, o Gjibril. Atëherë Gjibrili a.s. e don atë njeri dhe thëret për banorët e qiellit. O banorët e qiellit, Allahu e do filanin, prandaj duajni edhe ju. Banorët e qiellit e duan atë dhe pastaj ati i bëhet pranimi edhe në tokë. Pra, pas qiellit zbret pranimi i tij në tokë. Pse? Çdo njeri që e njet dëshiron mu taku me ta. Çdo njeri që ka një për ta dëshiron mu taku me ta. Është njeri thjesht, nuk është me grada, nuk është me autoritet sikur që shmendojnë disa. Jo, nuk është ashtu. Mirë po, është njeri thjesht, e don Allahu subhanahu wa ta'ala, e don Gjibrili a.s. e dojnë me laqet, po ashtu edhe njerëzit. Nëse ndahen njerëzit për ti, përmadhohen mi njëherë. E dojnë njerëzit, që ditësh edhe vetë, nuk ka dhe me thonë në i farë dadhimi ky njeri, me thonë me hec me setër pantolle, me kravate, shka po di shka, me hec me Mercedes mirë, jo, mundet me hec rrugës, mundet ndoshta edhe mos me ditë me ngra makinës, mundet më konë shumë i thjesht, mirë po njerëzit tranohen, dojnë shumë. Pse? Sepse Allahu pedon, Gjibrili pedon, me laqet pedon. Kur e don Allahu, Gjibrili me laqet, njerëzit deshten apo s'deshten kanë me dasht. Pra, nuk është rastësisht dhe me thënë kjo. Mirë po ky njeri, ka bo dhe me thënë diçka, që Allahu subhanahu wa ta'ala e don. Shenja e dashurisë Allahu subhanahu wa ta'ala reflektohet në fytyrën dhe moralin tënd, duke bërë që zemrat e besimtarëve të ndjejnë ngrohtësi për ty, o vëlla musliman. Pra, vëllezër besimtar, dashuria e Allahut fitohet duke u penduar shpesh. Si ta fitojmë këtë dashuri? Duke u penduar shpesh. Pse? Allahu subhanahu wa ta'ala thot, Allahu i do ata që pendohen shpesh. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Vërtet Allahu i do ata që pendohen shpesh. Pra, mundohu sa më shpesh më pendu te Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe nëse ta merr mendja se nuk ke bo gabim, edhe nëse ta merr mendja se jenë rrugën e drejtë, mirë po pendohu, sepse pejgamberi Allahut me një mezhlis u pendon të kërkon të falje të Allahu azza wa jall 70 herë dhe me një transmetim tjetër 100 herë. Pra, pejgamberi Allahut, që Allahu azza wa jall ja ka fal gjunahet e kaluara dhe të ardhshme, masi që ai ka kërku falje të Allah subhanahu wa ta'ala të herë, unë edhe ti duhet gjuha jonë mu lag gjdo herë me kërku falje të Allahu azza wa jall. Dhe për në fund, shikoni jetën tuaj sot, nëse falni namazin, nëse keni madh për Allahun, nëse largoheni nga harami, dhe nëse bëni durim në sprova, falenderoni Allah subhanahu wa ta'ala. Sepse këto janë dëshmi se emri juaj është përmendur në qiell. Nëse ti je për atyre që falin namazin, nëse ti je përmadhu për Allah subhanahu wa ta'ala, nëse ti largohesh nga harami, dhe nëse bëni durim në momentet e sprovave, falenderoj Allah subhanahu wa ta'ala, sepse këto janë dëshmi që emri juaj është përmend në qiell, pra Allahu subhanahu wa ta'ala po don ty. E lusim Allahun azza wa jall që të na mundson ta dojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe ta duam atë që e don Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ta duam çdo vepër që na afron te Allahu subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.
Allahu të shpërblet të gjë për këtë ligjërat shumë të mirë. Allah na bo prej atinve besimtarve të mirë, me në dashtë Allahu. Amin, ja Rabbi.